Edi Rama ishte përgatitur për një fjalim të bujshëm anti-amerikan, por ai nuk pati reflektimin e pritur në media, ishte përgatitur pasi, siç mësohet, përdori pushtetin për të qenë prezent, ndërkohë që protokolli nuk kishte parashikuar pjesëmarrjen e kryeministrit. Sipas të gjitha gjasave dhe siç u pa hapur në gjuhën e trupit, e ngarkuara me punë e SBA-s në Tiranë, Nancy Van Horn nuk do të merrte pjesë në takimin e shpalljes së kompanisë amerikane si fituese për parkun eolik, nëse do të ishte i pranishëm kryeministri. Rama ka bërë të ditur se do të jetë prezent në momentin e fundit, ndërkohë që kryediplomatja Van Horn e tregoi qartë këtë bezditë të saj. Në mënyrë të hapur, përfaqësuesi e Washingtonit në Tiranë nuk ja hodhi syt kryeministrit shqiptar gjatë gjithë aktivitetit që u transmetua live jashtë parashikimeve protokollare. Sytë e zonjës Van Horn përbënin një qëndrim të qartë diplomatike e politik, jo personal të saj, por të qeverisë amerikane. Një qëndrim flagrant që së shpejti pritet të konkretizohet në një vendim, siç thuhet, shumë të fortë. Vendim të cilin Edi Rama jo vetëm që e pret, por sipas burimeve ka hapur fjalë se do t'i vijë javën e ardhshme. Megjithatë, Edi Rama mbajti një fjalim që nuk kishte asgjë tjetër veçse një tablo sinoptike kundër imperializmit amerikan. Rama sfidoi hapur SBA-n duke thënë se Kina e Xi Jinping e shikon Shqipërinë si mjalt bio. Në mënyrë të drejtë për drejtë, i bëri të ditur të ngarkuarës me punë nga SBA Van Horn që të raportojë në Washington se Edi Rama po shkon drejt Kinës. Shkaku i kësaj tabloje sinoptike është i dukshëm. Ndërkohë që pret goditje nga Washingtoni, Edi Rama po i bën të ditur SBA-s se e çon Shqipërinë drejt Kinës, e cila sipas tij e trajton si mjalt. Sikur Shqipëria të ishte pronë private e Kristaj Ramës, ndonse vendi është antar i NATO-s dhe aleat strategjik i SBA-s. Në një vend me media dhe opozitë normale, kryeministri duhet ishte nën akuzë për tradhti kombëtare, ose së paku duhet kishte një iniciativë institucionale që ta konsideronte Ramën një person që nuk përfaqëson qytetarët, por që mban këtë qëndrim nga halli personal. Nga sot, politika shqiptare duhet ketë një qëndrim të qartë strategjik lidhur me aleancën me SBA-n dhe raportet me Kinën. Nëse Pekini e trajton Shqipërinë si mjalt, përse kryeministri nuk ka folur më parë për këtë çështje, por i përdor informacionet me rëndësi kombëtare për interesa private? A ka njoftuar Rama mazhorancën, presidentin e Republikës dhe institucionet e tjera? Siç u pa nga deklarata, nuk ka njoftuar askënd. Po përse Kina e konsideron Shqipërinë mjalt? Çfarë kërkon Kina dhe me cilin tagër kryeministri ka negociuar? E gjitha kjo ka ndodhur sepse Edi Rama e di që SBA e ka djegur përfundimisht si kartë politike, por politika shqiptare duhet ndalojë që Rama të djegë Shqipërinë, vetëm sepse Trump i ka djegur atij karrierën politike, madje duhet ta bëjë tani.